Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrin, do të jemi së bashku në edicionin qendror informativ këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Grabitet me armë një argjendari në qendër të Kamzës, 2 persona rrëmbejnë sende të çmuara në kërcënimin e Kalashnikovit dhe më pas largohen me motor. Shefi i Komisariatit të Sarandës dhe 3 vartës të tij arrestohen për shpërdorim detyre, lejuan objekte pa leje në pronësi të grupeve kriminale në qytet. Bordi i Transparencës ndryshon çmimin e karburantit, nga kjo e shtunë nafta dhe benzina do të shiten përkatësisht 4 dhe 3 lekë më shtrenjtë për litër. Vanessa largohet nga firma VIP 3 me votën e publikut, gara mes konkurrentëve për çmimin e madh bëhet më e fortë. Aga i shton sfidat e po ashtu edhe shpërblimet. Vijojmë të njihemi më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. 2 persona të maskuar me skafandra grabitën me armë një argjendari në qendër të Kamzës. Në kërcënimin e Kalashnikovit, ata rrëmbyen një sasi të madhe të sendeve të çmuara dhe më pas u larguan me motor. Policia dyshon se një prej agresorëve është një i skeduar më parë për grabitje të ngjashme. Ky është momenti kur 2 grabitës largohen pas vjedhjes së një argjendarie në Kamës me bizhuteritë e vjedhura dhe me armë në dorë. Gjëra ndodhi me zitën e kësaj të shtune në qendër të Kamzës dhe vetëm pak metra larg komisariatit. 2 autorët me skafandër motori në kokë kanë hyrë në ambientet e biznesit dhe kanë marrë një sasi bizhuterish. Njëri prej tyre ka qenë i armatosur dhe ka kërcënuar shitsin gjatë grabitjes. Më pas ata janë larguar me një motor, ndërsa kanë qenë po me skafandra në kokë për të mos u identifikuar. Menjëherë pas marrjes së njoftimit në vendngjarje kanë shkuar forcat e policisë, të cilat kanë ngritur pika kontrolli dhe po kryejnë kontrolle në zonë. Grupi hetimor gjithashtu po punon për fiksimin e çdo prove që do të çojë në identifikimin e autorëve dhe kapjen e tyre, si dhe dokumentimin e plotë të rastit. Shefi i Komisariatit të Sarandës i arrestuar së bashku me disa vartës të tij dyshohet se kanë shpërdoruar detyrën duke lejuar ndërtime pa leje. Hetimet kanë zbuluar gjithashtu se zyrtarët e policisë favorizuan një grup kriminal në zonë kundrejt përfitimeve financiare. Një skem i mirëfillt korrupsioni dhe bashkëpunim me bandat kriminale është zbuluar nga Policia e Shtetit dhe Agjencia Mbikëqyrjes Policore në qytetin e Sarandës. Protagonist në këtë skem kriminale ishte pikërisht shefi i Komisariatit në Sarandë, Gëzim Bashllari, i cili është arrestuar nga Blut. Në pranga kanë rënë gjithashtu dhe 3 vartësit e tij, Andi Duro, Ajdin Ismailaj dhe Robert Çullaj. Të 4 zyrtarët e policisë akuzohen për 3 vepra penale, shpërdorim detyre, kryerje veprime arbitrare dhe mosmarrje e masave për të ndërprerë gjendjen e paligjshme kryer në bashkëpunim. Arrestimi i tyre vjen pas një hetimi nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit dhe AMP, ku u zbulua ndërtimi pa leje në një hapësirë plazhi në lagj numër 1 në Sarandë. Për rastin gjithashtu arrestuan 8 persona të cilët punonin në objekt, si dhe një grua e cila posedonte hapësirën e plazhit, për llogaritë të cilës dyshohet se kryeshin punimet pa leje. Nga hetimi dyshohet se shefi i komisariatit dhe vartësit e tij kanë lejuar ndërtimin pa leje kundrejt shumave të parave dhe nuk kanë marrë asnjë mas për parandalimin e paligjshmërisë. Burime nga policia bëjnë me dije se prona ka qenë në emër të Isuf Jaçaj, i cili u vra me tritol në makinën e tij në tetor të vitit 2025. Ka dyshimet e forta se një grup kriminal me bazë në Kamës të ketë kryer shpërthimin me tritol, por gjithashtu të jenë autor dhe të ngjarjeve të tjera në qytetin e Sarandës. Së fundmi në pronën e marrë me dhunë nga ky grup po ndërtohej një lokal veror për sezonin turistik. Për ndërtimin e kësaj prone dyshohet se është kryer korrupsion nga shefi i Komisariatit të Policisë Sarandë dhe 3 vartësit e tij, të cilët u ndaluan nga Agjencia Mbikëqyrjes Policore. Madje ka dyshime se Gëzim Bashllari kishte informacione edhe për ngjarjet kriminale të tritolit në Sarandë, por nuk i ka zbardhur pasi kishte lidhje me grupet kriminale në fjalë. Skandali u zbulua nga vetë drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Skënder Hita, i cili urdhëroi menjëherë hetimet, ku më pas u zbulua se vetë Policia e Sarandës ishte përfshirë kokë e këmbë në këtë veprimtari. Me pas operacioni u drejtua nga Policia e Shtetit dhe AMP, madje Hita pezulloi menjëherë nga detyra kupolin e policisë në Sarandë. I pezulluar nga detyra është dhe shefi i seksionit për hetimin e krimeve në volum në policinë e Sarandës, Blerim Tafqiu, pasi nuk është paraqitur për të marrë në pyetje gjatë veprimeve hetimore të kryera nga Agjencia Mbikëqyrjes Policore. Ndërkohë vijojnë hetimet për zbërthimin e plotë të personave të tjerë të dyshuar, si të përfshirë në këtë veprimtari kriminale.
Trajtimi i çështjes së emigrantëve përmes kampeve në vende të ndryshme si në Shqipëri po pranohet edhe nga vende të tjera europiane. Kryeministria Giorgia Meloni reagoi duke thënë se ky qëndrim tregon se qasja e qeverisë italiane ishte e drejtë. Përmes një reagimi në rrjetet sociale, kryeministra italiane Giorgia Meloni ka deklaruar se deklaratat e kishin njaut e miratuar nga 46 shtete anëtare të Këshillit të Evropës një të drejtën e vendeve për të zbatuar zgjedhje të reja për menaxhimin e emigracionit, përfshirë qendra të reja të besimit në vende të treta sipas modelit Itali-Shqipëri. Meloni u shpreh se ky është fryti i një rruge që Italia ka kontribuar me guxim dhe vendosmëri. Ajo që vetëm një vit më parë konsideroi e diskutueshme, sot është kthyer në një parim të përbashkët për 46 shtetet anëtare të Këshillit të Evropës dhe demonstron edhe një herë se qasja italiane ndaj një menaxhimi të rregullt të flukseve migratore e ndjekur me seriozitet dhe qëndrueshmëri nga qeveria jon, tani është bërë edhe qasja e Evropës. Deklarata e saj vjen në një kohë kur marrëdhëniet mes Italisë dhe Shqipërisë për ngritjen e qendrave të emigrantëve në territorin shqiptar shkaktoi debate politike në vendin fqinj, por edhe më gjerë. Më herët, kryeministri Rama ka deklaruar se marrëveshja do të qëndrojë në fuqi për aq kohë sa qeveria italiane e shikon të arsyeshme. Protestat, sipas liderit demokrat Sali Berisha, janë rruga e vetme për rrëzimin e qeverisë. Në një bashkëbisedim në rrjetet sociale, Berisha i quajti legjitime garën për kreun e Partisë Demokratike, ndërsa sulmoi Salianjin duke i quajtur bashkëpunëtor të krimit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha shfrytzoi një bashkëbisedim në rrjetet sociale për të theksuar se aksioni kryesor i opozitës do të jenë protestat. Sipas Berishës, protestat deri më tani kanë pasur efekt, pasi u kanë treguar partnerëve ndërkombëtar se shqiptarët reagojnë kundër korrupsionit. Edi Rama ju deklaroi aso kohë kur hodhi poshtë e heqje imunitetit se çështja Balluku u mbyll. Por nuk u mbyll për ne, Muharrem. Ne jemi në këmbë dhe ne do vazhdojmë kryerritjet tona paqësore gjërë në largimin e Edi Ramës. Të shtunën e ardhshme, Sali Berisha do të kërkojë mbështetjen e demokratëve si kandidati i vetëm për postin e kryetarit PD-s. E ai shpjegoi sot se gara është legjitime edhe pa rival, duke vënë në dukje se në shumicën e partive në botë, kur kryetari i ri kandidon, ai nuk ka rival përballë. Kur drejtuesi vazhdon të jetë në garë, të qëndrojë në garë, nuk ka kandidat të tjerë në këtë referendum. Pse nuk ka kandidat të tjerë? Sepse jo se ka asnjë pengesë, por sepse nuk dëshirojnë të marrin një hap të pasigurt për veten e tyre. Berisha shpjegoi edhe pse përjashtoi Ervin Salianjin nga gara për postin e kryetarit Partisë Demokratike. Kur kjo parti nuk do mund të pranojë bashkëpunëtor krimi, bandash dhe të qeverisë. Të shtunën 23 maj, Partia Demokratike do të zhvillojë zgjedhjet për kryetarin e partisë. Nuk ka asnjë dilemë se Sali Berisha do të marrë mbështetjen e demokratëve, ndaj mbetet për të parë se çfarë platforme do të prezantojë ai në kuvendin e 30 majit. Dhe ende është e paqartë nëse Sali Berisha do të vazhdojë të drejtojë Partinë Demokratike me të njëjtin ekip apo do ta hapë këtë forcë politike drejt figurave të reja. Vetëm një ditë pasi e uli në 198 lekë për litër, Bordi i Transparencës vendosi këtë të shtunë të rrisë sërish çmimin e naftës. Sipas vendimit, litri i naftës do të kushtoj 202 lekë, pra 4 lekë më shtrenjtë se një ditë më parë. Rritje ka pësuar edhe çmimi i benzinës, litri të cilës nga 185 lekë do të tregtohet 188 lekë. Këto çmime do të jenë në fuqi deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ndërsa operatorët që do të kapen me shkelje do t'ju pezullohet aktiviteti. Reshjet intensive të shiut krijuan probleme në disa qytete. Uji vërshoi në disa lagje të Durrësit duke i përmbytur ato. Probleme janë krijuar dhe në rrugët kombëtare Librazh Porrenjas dhe Fier Vlorë. Era e fortë dhe reshjet intensive kanë sjellë probleme në disa zona të qytetit të Durrësit, duke krijuar vështirësi në qarkullim. Në zonën e Plepave, disa pemë janë rrëzuar si pasojë e erës së fortë, duke bllokuar një segment të rrugës dytësore.
Në vendngjarje ka ndërhyrë shërbimet përkatëse për largimin e pemëve dhe normalizimin e qarkullimit, ndërkohë që Moti Kej solli probleme edhe në lëvizjen e qytetarëve, duke kërkuar kujdes të shtuar në rrugë. Edhe në Vlorë rreshtet e dendura të shiut kanë sjellë vështirësi në qarkullim, sidomos në autostradën Fier-Vlorë, ku në disa segmente pati prezencë ujë në rrugë, ndërsa drejtuesit hasën probleme edhe për shkak të uljes së ndjeshme të shikueshmërisë. Si pasojë e Motit të keq, ka pasur probleme edhe në aksin kombëtar Librasht-Prenjas, ku shembje masive dheu kanë përfunduar në rrugë. Një banes u përfshi nga flakët në orët e para të mëngjesit të kësaj të shtune në Maliq, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Në vendngjarje mbërritën 2 mjete e zjarfikse, të cilat vendosën në kontroll flakët dhe shmangën për hapjen e zjarrit tek banesat pranë. Nga ngjarja nuk ka persona të lënduar. Nga të dhënat paraprake të grupit hetimor, dyshohet se zjarri u shkaktua nga një defekt në instalimet elektrike të amortizuara, çka ka sjellë shkëndijat dhe më pas edhe përhapjen e flakëve. Të ruash një zanat sot po bëhet gjithnjë e më e vështirë, pasi askush nuk dëshiron ta trashëgojë atë. I tillë është profesioni i saraçit, i cili në Korçë ushtrohet nga shumë pak zanatçinj. Në një punishte të vogël në qytetin e Korçës, vazhdon të mbijetojë një zanat që dikur ishte i domosdoshëm për jetën dhe punën në fshat. Estref Qelemeni është ndër të paktët mjeshtër që ende punon si saraç, duke riparuar dhe përgatitur pajisjet e kafshëve të punës, një profesion i trashëguar nga babai. Që në fëmijëri, Estrefi kujton se kalonte orë të tëra duke parë të atin teksa punonte me lëkurët dhe pajisjet e kuajve dhe mushkave. Jetër që isha i vogël, po që shikoja kur punonte, si punonte dhe i vogël gjithmonë thith. Megjithëse jeta do ta çonte fillimisht drejt profesioneve të tjera, me kalimin e viteve, Estrefi mori vendimin të rikthehej zanatit të vjetër të familjes. U detyrova të mesha me grumbullim të kura dhe tregti. Kjo më lindi dhe më detyrovi kur u paralizua tregti e Lëkurës. Në 2020 me rënien e pandemisë edhe tregti e Lëkurës mori paralizë. Pastaj u riktheva në ëndra e vjetër e moqme me babajt. Sepse edhe mallin e kisha, po edhe një rrit kisha se si gatileshi këtë punë. Sot ai konsiderohet si i vetmi mjeshtër që vazhdon të ushtrojë këtë profesion në Korçë dhe në zonat përreth. Punishtja e tij frekuentohet nga klientë që vijnë jo vetëm nga Shqipëria, por edhe nga Greqia, ku tregton një pjesë të punimeve të realizuara me dorë. Për Estrefin, përdorimi i kafshëve të punës është reduktuar ndjeshëm. Vijnë edhe nga rrethet. Ka shqiptarë punojnë në Greqi që punojnë atje, po janë shqiptarë, të gjithë vijnë këtu, ja i kanë përgatitur ja riparimet që kanë bërë për ata që punojnë në Greqi. Estrefi thotë se e ka të vështirë të trashëgojë profesionin tek fëmijët. Ata prej vitesh kanë emigruar jashtë vendit dhe nuk janë lidhur me zanatin që ai e mësoi nga babai. Publiku vendosi me votë që të largoj Vanesën nga ferma VIP 3. Tashmë gara mes konkurrentëve është bërë edhe më e fortë, pasi në lojë kanë hyrë Zhaku dhe Kostana, ndërsa sfidat për konkurrentët janë shtuar e po ashtu edhe shpërblimet. Mbrëmja e 15 e spektaklit më të ndjekur në Shqipëri, Ferma VIP 3, solli në ekranin e Vision Plus, një tjetër natë plot emocione, përballje, tensione dhe plot surpriza. Me rezultatet e televotimit. Pas një televotimi të hapur që prej spektaklit të së hënës, publiku vendosi fillimisht të shpëtonte Sarën, e më pas edhe Blerinën. Në fund të garës mbetën Henry dhe Vanessa, ku rezultoi se këngëtarja ishte fermerja më pak e votuar nga publiku, duke ndërprerë kështu rrugëtimin e saj në këtë pikë të lojës. Në qendër të vëmendjes ishte finalja e madhe dhe çmimi i shumë përfolur i këtij edicioni. Në finale do të shkojnë vetëm 5 fermer, ndërsa gara për çmimin e madh është bërë edhe më e fortë pas uljes së vlerës së tij nga 200.000 euro në 139.000 euro. Por surpriza nuk mbaroi me kaq, pasi Agai vendosi që edhe finalistët e tjerë të shpërblehen me nga 10.000 euro secili. Për finalistët të jap edhe 10.000 euro për secili. Bravo!
Një tjetër moment që ndezi me një hergarën ishte sfida e arit të finales. Në ambientet e fermës janë fshehur 8 shufra ari, secila me vlerë 5.000 euro. Fermerët do të duhet të gjejnë vendodhjen e tyre në një sfidë që do të tregojë se kush ka më shumë ambicie për finalen dhe kush është gati të luftojë deri në fund për çmimin e madh. Detyra juaj për ditët në vim është të gjeni thesarin. Hyrja e Kostanës së Zhakut ka trazuar ujëra gjatë këtyre ditëve. Vajzat janë bërë pjesë e konflikteve dhe debateve, jo vetëm gjatë ditëve të qëndrimit të tyre, por edhe gjatë spektaklit të mbrëmshëm. Gjithashtu pas shkeljes së rregullave në fermë, Zhaku dhe Kostana u përballën me një ndëshkim të fortë nga Gai. 2 fermerët u dënuan të qëndrojnë të izoluara në zonën e fakirit deri të hënën. Në vijim të spektaklit u zbulua edhe një tjetër avantazh i rëndësishëm. Zhaku dhe Kostana rezultuan 2 fermerët më të votuara nga pjesa tjetër, pa e ditur se kjo do t'u siguronte imunitet për javën në vazhdim. Ndërsa pjesa tjetër e fermerëve shkojnë automatikisht në televotim, përveç Indrit që është në rolin e kryefermerit. Publiku do të shpëtojë më të preferuarin, ndërsa pjesa tjetër shkojnë në një sfidë. Në fund të mbrëmjes, ferma VIP 3 solli edhe 2 hyrje të reja. Klevisa Gega dhe Sorgini ju bashkuan fermës në një moment ku aleancat, strategjitë e tensionet janë më të forta se kurrë. Me zhvillime që sa vine bëhen më të tensionuara, ferma VIP 3 vazhdon të jetë një temë e nxehtë diskutimi në rrjetet sociale dhe jo vetëm. Të gjitha dinamikat e fundit mund t'i ndiqni live në 2 kanalet e dedikuara si dhe në përmbledhjen ditore në orën 17 në Vision Plus. Shihemi të hënën edhe bashkë. Kalofshi bukur fundjavën, natën e mirë! Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.